kësaj që kohët e fundit i ka shpeshtu ose e ka përmirësu pak imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, po mendoj që edhe këtu ka qëllu tjetë zonja Osmani presidente, për shkak se politikat gjeostrategjike, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, cili do president që kishte qenë në vend, sigurisht që i kish pranu ato politikat amerikane, po asaj ka ra hise këtë herë. Prandaj nuk mendoj që zonja Osmani meriton tjetë edhe njerë presidente. Ndërsa sa i përket çështjes së takimeve të zotit Kurti me dy liderët e dy partive më të mëdha opozitare, PDK-s dhe LDK-s, mendoj që është kjo, e kemi përsërit disa herë, e kemi thënë disa herë. Është zoti Kurti ai i cili e ka në dorë gjithë situatën për me i formu ose për me i zgjedh gjitha institucionet edhe me i konsolidu gjitha institucionet e vendit, përfshirë edhe presidentin, për shkak se i fitoi 51%. Tash e ka mundësit, është ai i cili duhet marrë iniciativa, është ai i cili duhet t'jap idet, edhe është ai për shkak se ai ka votat dhe një kandidat për president, nëse se ka mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje, kot e propozojnë parti tjera. Prandaj edhe këto takime i shoh kot, për shkak se ai që pa nga takimet që i pat me kryetarin e PDK-s dhe kryetarin e LDK-s, në fakt ai thirri më shumë për me i korrit. I thirri në fund për me milion fajtor në fund, për shkak se po kërkon prej tyne, pas takimeve dol edhe tha që na nuk kemi kandidat. Atëherë nëse lëvizja vetëvendosje s'ka kandidat, qysh po pret ti me pas partitë opozitare?